Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Shkova te dentisti sepse nuk kisha shumë zgjedhje. Kisha muaj që shtyja një problem me dhëmbët, por kostoja ishte arsyeja kryesore pse nuk po e bëja dot. Nuk jam në gjendje të mirë ekonomike dhe çdo vizitë mjekësore e mendoj 2 herë. Kur më rekomanduan një klinik ku mund të merresh vesh, mendova se thjesht nuk kuptonin pagesë me këste. Dentisti ishte rreth të 40-tave. Në fillim u duk shumë korrekt, profesional, madje i sjellshëm. Kontrolli nisi normalisht. Më shpjegoi çfarë problemi kisha dhe çfarë trajtimi duhej të merrja. Kur erdhi puna te çmimi, u ndjeva keq. Ishte shumë më tepër nga sa mund unë të përballoja. Ja thash hapur që nuk kisha mundësi ta paguaja. Ai heshti për pak sekonda, pastaj filloi të fliste në mënyrë të paqartë. Tha se gjërat mund të zgjidhen dhe ndryshe dhe jo gjithçka zgjidhet me para. Nuk e kuptova menjëherë, ose ndoshta nuk doja ta kuptoja. Kur u bëj më i drejt për drejt, ndjeva një ndjesi të fortë sikleti dhe frike. Nuk po fliste si mjek, nuk po fliste si profesionist, po fliste si dikush që po shfrytëzonte pozicionin e tij dhe situatën time të vështirë. Nuk e lash të vazhdonte. U ngrita nga karrigja dhe i thash qartë se ajo që po sugjeronte ishte e papranueshme. Zëri më dridhej, por fjalët ishin të qarta. Ai u përpoq ta minimizonte, ta kthente në shaka, por dëmi ishte bërë. U largova nga klinika me dhimbje dhëmbi, por me një dhimbje më të madhe brenda në shpirt. U ndjeva e poshtëruar, e zemëruar, e pafuqishme. Për disa ditë nuk i tregova askujt. Mendova se ndoshta askush nuk do të më besonte. Mendova se do të thoshin se e kisha keq kuptuar. Por heshtja më rëndonte. Ja tregova një shoqe të ngushtë dhe më inkurajoi të bëja ankesë. Nuk ishte e lehtë. Shkova në institucionin përkatës dhe përshkrova gjithçka. Pa egzagerim, pa emocione. Vetëm fakte. Nuk e di ende si do të përfundoj çështja ime, por di që nuk jam penduar që fola. Sot ende kam nevojë për trajtim dentar, por kam edhe diçka më të rëndësishme. Ndjenjën se nuk pranova të shkel veten time për shkak të varfërisë apo frikës. Askush nuk ka të drejtë të vendos përballë një zgjedhje të tillë. Kjo përvojë më mësoi se shkeljet etike ndodhin shpesh në heshtje, në dhoma të mbyllura, aty ku njëra palë mendon se ka pushtet. Dhe të thuash jo është ndonjëherë gjëja më e vështirë, por edhe më e fortë që ti mund të bësh.